Pejanët dolën në protest, por tubimi nuk ishte nga ata të zakonshmit. Këtu të rriturit e pakt dhe nxënësit e shumt kërkuan ndalimin e lojrave të fatit. Për anën negative të kumarit foli një hoxh. Po protestojnë kundër bastoreve dhe lojrave të fatit. Thiri se disa jeqeve ju bashkua dhe një prej sfetari pejes, po Gjenesit ju dha fjala kryesore nga organizatorët. Bismillahirrahmanirrahim. Por ai nuk pati shumë xhamat të rritur që t'ju flas. Në vend të tyre sheshi këtij qyteti u mbush me nxënës të shkollave fillore. Pavarësisht kësaj, imami zgjodhi retorik të ashpër kundër bastoreve. Ai tha se lojrat e fatit po i sjellin shumë tek këqija pejes dhe po shkatrojnë familje, bile sipas tij ato po bëhen edhe shkak për vllavrasje. Ne nuk dojmë që qyteti Haxhizekës, ne nuk dojmë që qyteti Bedri Pejanit, ne nuk dojmë që qyteti Ahmet Xhikollit, e Shpëtimi Drizit e gjithë dëshmorëve tjerë të jetë qytet i krimit. Goga guxoi të thotë se edhe kush është i përfshirë në këtë biznes. Ata që i kanë licencuar dhe i kanë japë leje bastorëve dhe lojrave të fatit nuk kanë vendosur taksa se janë bashkëpjesëmarrës në profit. Me gjithse të vegjel, ata që morën pjesë u treguan mjaft të vetëdijshëm për ato që sjellin lojrat e fatit. Shumë familje për ju me pasurinë që kanë edhe fëmijët si të mas po mbesin për rrugë. Si të sinqert që janë, treguan se u njoftuan të vinë në protest nga udhëheqësit të shkollave. Neve na ka treguar drejtoria e shkollës, neve nga shkolla Dardania, na ka njoftuar për këtë. Një gjë të tillë mohoi kryetari i komunës, por Ali Berisha i pa kërkesat e protestuesve si serioze. Edhe institucionet komunës do të veprojnë konform atyne kërkesa, po gjithmonë duke respektuar ligjet që janë fuqi në Kosovë. Deri me tani bastorët janë mbyllur në Han të Elezit dhe Kaçanik.